Unike në historinë e Europës, Bardhi reagon pas deklaratës së Ramës për pezullimin e zëvendës kryeministres. Kryeministri zyr avokatie për të pandehurën Balluku. Në një prononcim në Facebook, kryetari grupit parlamentar i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka komentuar qëndrimin e kryeministrit Edi Rama lidhur me çështjen e zëvendës kryeministres Belinda Balluku, ndaj së cilës GKK ka vendosur masat pezullim nga detyra dhe bllokim të pasaportës, duke ju referuar deklaratave që Rama bëri në podcastin e tij. Bardhi shkruan: mashtrues publik, unike në historinë e Europës është që kryeministri shërben si zyr avokatie për të pandehurën Belinda Balluku dhe që Shqipëria ka zëvendës kryeministër një person zyrtarisht të pandehur për abuzim me detyrën. Kujtojmë se në podcastin e tij Rama citoi Komisionin e Venecias dhe gjykatën e Strasburgut që sipas tij një gjykatë nuk mund të pezullojë një ministër. Rama u shpreh se në këto raste një ministër mund të shkarkohet nga kryeministri ose nëse vendimi është i formës së prerë. Sipas Ramës, një vendim i tillë nga një gjykatë i hap rrugë presioneve politike ndaj qeverisë, destabilizimit institucional dhe manipulimit të ekzekutivit përmes proceseve penale. Prandaj ministri ose ri në detyrë ose largohet nga detyra me dorëheqje nga kryeministri apo in extremis me dobim të formës së prerë sipas ligjit. Tjetër s'ka. Prokuroritë e gjykatat nuk hyjnë fare në këtë mes dhe nuk e bëjnë kurse si këtë asnjëherë. Askund në Europë, tha Rama, duke ju referuar Komisionit Venecias dhe Gjykatës Europiane të Strasburgut. Rama tha se këto institucione quajnë cënim të balancës së pushteteve, shkarkimin e një ministri. E nëse Shqipëria do të hynte në analet e historisë së drejtësisë europiane me një shpikje të tillë, kjo do të ishte largqoftë një shfaqje uluritse pa pjekurie demokratike dhe institucionale. Uroj që gjykata kushtetuese t'ia kursej këtë shfaqje Shqipërisë, u shpreh Rama.